Bipesha është një problem serioz që ndikon drejt për drejt në shëndetin e njeriut. Sot do ju sjellim rastin e një paciente të re e ardhur nga diaspora. Ajo përballej me mbipesh dhe me rrezik të shtuar për sëmundje shoqëruese. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në komunitetin e kirurgjisë e repartit e kirurgjisë në tek spitali KHM. Dhe më shtu jam doktor Arben Haliti, kirurg i përgjithshëm. Sot do të folim më tepër për një ndërhyrje kirurgjike, e cila quhet ndërhyrje kirurgjike bariatrike, që nënkupton ngushtimin e lukthit. I kemi bërë të gjitha përgatitjet e duhura tek një pacient, i cili fillimisht i plotson kriteret për një ndërhyrje kirurgjike në ngushtim të lukthit, që nënkupton në terminologji miqësore quhet si slim gastrektomi. Fillimisht pacientit para intervenimit kirurgjik i bëhen të gjitha ekzamenimet e nevojshme. Pas vlerësimit profesional nga doktor Arben Haliti në spitalin KHM, u vendos për trajtimin me metodën SLEV për ngushtimin e lukthit. Pacienti në fjalë është i përgatitur, janë bërë gjitha provat e nevojshme preoperatore, pas konsulta uvojtë disciplinare me endokrinologu, nutricioniste, atër pacientit dhe me anesteziologun, pacienti rekomandohet që të nështruhet intervenimit kirurgjik. Si që ceka dhe me herët, kirurgjia bariatrike nënkupton ndërhyrjen kirurgjikale, që këtu tek ne spitali KHM kryhet me metoda minimal invazive. Nënkupton pacienti, i nështruhet një intervenimi kirurgjik laparoskopik, pa prerje klasike. Kjo procedurë fillimisht bëhet në ngushtimin e lukthit. Rekomandohet diku procedura është me gjatë rreth 1 orë. Nënkupton reduktimin apo zvogëlimin e kapacitetit të lukthit. Në shumicën e rasteve, pacientët kthehen në shtëpi brenda pak ditësh dhe rifillojnë gradualisht aktivitetet e përditshme. Pacienti fillon intervenimi kirurgjik, procedura kirurgjike ka një me sukses. Nga solla e operacionit, pacienti transferohet në repart, ku bëhet në mbikëqyrjet e vazhdueshme. Rekomandohet gjithmonë është protokolli dhe dieta e cila pacienti do të nënshtrohet edhe mbas daljes nga spitali. Doktori tregon se jo të gjithë pacientët mund të realizojnë këtë ndërhyrje, kush janë të rrezikuar nëse e bëjnë. Zakonisht pacienta cilët kanë obezitet apo kanë një BMI të lartë, që nënkupton body mass indexin, dhe ata cilët janë të predispozuar për sëmundje kronike, sëmundje kardiovaskulare, sëmundje të diabetit dhe me probleme tjera shëndetësore, dhe cila forma konvencionale ka qenë e pamundur të realizohet për humbjen apo dobësimin e peshë. Më tutje, doktor Haliti thotë se ky është një tjetër hap drejt një jete më të shëndetshme dhe me më shumë cilësi. Spitali KHM ka një grup të ekspertëve, një komunitet kirurgjik i cili ka kryer trajnime jashtë vendit për këtë procedurë apo këtë teknikë të re kirurgjike. Ne kemi edhe profesion mirë, po para çdo intervenimi kirurgjik, doktori normale ka pjesën emocionale, mirë po, asësia e pjesën emocionale nuk do të ndikojë në performancën bane kirurgjike. Kështu që ne dikon më shumë se 7 vite e kryejna këtë procedurën kirurgjike, edhe gjithherë vëmë sikur herën e parë. Një falënderim shumë i veçantë dhe një satisfaksion që na shtyni vjetës përpara dhe me konut se fëm pa pretesë, ashtu edhe në falënderimin nga pacientët, vlerësimi pozitiv që ata kanë për repartin tonë, në spitalit tonë. Spitali KHM punon duke u bazuar në aftësitë e dëshmuara profesionale të stafit, si dhe të bashkëpunëtorëve profesionale nga e gjithë bota.